Përshëndetje, sonte do ju flas pak në lidhje me romanin e njohur Kryezoti i Unazave me autor Tolkien, një shkrimtar i njohur anglez. Romani është një triologji, pra i cili përbet nga 3 vëllime dhe fillon me vëllimin e parë Beslidhja e Unazës, vazhdon me 2 kullat dhe mbyllet me rikthimin e mbretit. Ky roman është në shqip, e sjell nga shtëpia botuese e njohur Botimet Dudaj, është një shtëpi botuese shumë e mirë dhe për mendimin tim është përkthyer shumë mirë nga gjuha origjinale anglishtja. Dhe është një nga romanet fantastik më të bukur që ekzistojnë. Në internet ka forume në të cilat fansat ose ndjekësit ose lexuesit e këtij romani akoma diskutojnë në lidhje me karakteret, vendet dhe me elementet të ndryshme që përmenden në këtë roman. Pra është një roman shumë i njohur dhe që sugjerohet nga, mund të themi, në akademikët dhe ekspertët e letërsisë, sugjerohet që të lexohet nga njerëzit të cilët pëlqejnë romanin, pëlqejnë librin dhe leximin. Siç e shihni, është një botim shumë i mirë.